Një numër I konsiderueshëm pishash përgjatë shëtitores së Lungomares në Vlorë janë tharë ose janë thyer duke lënë pas një pamje të zymt në një nga zonat më turistike dhe të frekuentuara të qytetit. Shumë prej tyre janë pjesë e gjelbërimit dekorativ që u mbollën gjatë fazave të para të ndërtimit të Lungomares si pjesë e investimeve për përmirësimin e hapësirave publike dhe urbane. Por sot një pjesë e mirë e tyre duket se nuk I kanë mbijetuar kushteve mjedisore. Një numër I lartë pishash në shëtitorin e Lungomares në qytetin e Vlorës janë në tharë, kjo si pasojë e kripës së detit ose nga mos mirëmbajtja, por qytetarët shprehen të shqetësuar se janë paratë e taksave të tyre që hidhen poshtë, por ende nuk ka nisur deri më tani zvendësimi I këtyre pishave të thara, por edhe të dëmtuara. Përgjatë shëtitores, pamjet tregojnë pisha të thara apo të thyera, ndërsa fenomeni ndodh në një nga zonat më të frekuentuara të Vlorës. Qytetarët shprehen të shqetësuar duke thënë se janë paratë e taksave të tyre që po hidhen poshtë. Sipas tyre, mungesa e mirëmbajtjes dhe ndikimi I kripës së detit janë ndër arsyet kryesore të kësaj gjendjeje. Po besoj se nga ujit e kripur të detit, edhe ato nuk e durojnë dot ujin e kripur të detit, patjetër që duhet zëvendësohen me një bimë që e duron. Po është dëm ekonomik që janë hedhur. Patjetër, pas bëhet llaf. Patjetër, në tem nga taksat tona janë paguara. Pjesa dërmuese janë tharë këtu, bile janë tharë edhe andej nga te porti aty. Ju kaloni çdo ditë, vetë syrin kjo gjë. Po patjetër. 2 vjet janë tharë, 3 vjet. Edhe vazhdojnë të tharin, edhe dorë njerëz më tharin këto. Po. Duhet të sistemohen siç janë sistemuar të ardhmë, ai është bukuria e saj. Edhe tek pjesa e portit që janë bjellë të rehat, më thanë që janë tharë aty. Të tërë janë tharë, janë gati 120 që kanë numëruar pisha të thara që janë prerë. Pse ndodh kjo? Për shkak se nuk duhet të shëmbjell një pemë tjetër apo ato e dinë ata që kompetentët merren me këtë punë. Që është pisha apo është palma, apo është diçka tjetër që mund të është në dëm të qytetarëve pjesa buxheti që janë harxuar lekë. Ato di që në dëm të qytetarëve se u bu një herë pema, do vjet prap, ajo janë shpenzime që do përdoren. Nuk janë zvendësuar, vazhdojnë. Jo, vazhdon të jenë siç kanë qenë. Janë tharë dhe nuk I zvendëson njeri. Ke komplet që këtu e dejtë akademia. Pse ndodh kjo gjë? Ndoshta duhet ndonjë pemë tjetër për shkak të kripës. Neglizhimi I bashkisë. Se janë para taksa paguesve. Nuk I zvendësojnë. Edhe këto hekurët, vajtën vite, do në hequr, pse I kanë këto hekurët? Pengojnë qarkullimin, nuk punon bashkia. Sipas qytetarëve, shkaku kryesor I tharjes lidhet me ekspozimin e vazhdueshëm ndaj kripës së detit dhe erave të forta, por qytetarët e drejtojnë gishtin edhe nga institucionet. Aktualisht nuk ka një plan të shpallur për rigjenerimin e këtij segmenti të gjelbër, ndërkohë shëtitorja mbetet një prej atraksioneve kryesore të qytetit, veçanërisht gjatë sezonit turistik, çka e bën edhe më të nevojshme ndërhyrjen për ruajtjen e gjelbërimit dhe pamjes urbane.